Ju njohim tani me titull kryesor të gazetave e njëjtë 6 nëntor 2025. Gazeta Telegraf mban titullin kryesor Reforma në drejtësi në Shqipëri e ngjashme me abuzimet në Rumani. Rama takime në salinë e Partisë Socialiste me deputetët e Tiranës. Mazhoranca për 60 minuta, kryeministri zhvilloi një takim me kryetarët e komisioneve që drejtohen nga Partia Socialiste, me kryetarin e Kuvendit Peleshi si dhe kreun e grupit parlamentar Taulant Balla. Shkarkohet Delfini i hipotekës së Vlorës, Gens Dero Memaj, drejtori i kadastrës së Vlorës, por që rrinte kollovar në zyrat e Tiranës, u shkarkua personalisht nga kryeministri Edi Rama duke i dhënë fund një mandati të mbushur me korrupsion, kaos, pasiguri ligjore e tjerë. Aktualitet: privilegje deputetët, makina pa taksa dhe qira shteti për vilat. Dështojnë inceneratorët, groposen 150 milion euro, por Zoto dhe Mërtiri mbushën thaset dhe po i shijojnë në për Europë. Mjeku në familje, duhani dhe zemra, çfarë duhet keni kujdes dhe si të parandaloni goditjet, jabimet që luftojnë 7 lloje tumorësh dhe 26 sëmundje, studim i ri për hipertensionin dhe depresionin. Opinion dhe koment nga profesor Dr. Qemal Lame, bëhe optimizëm për zgjerimin Shqipëria model. Një tjetër opinion nga profesor Dr. Krista Qkume, vendimi i gjykatës kushtetuese dhe mandati i zotit Veliaj. Analiza Cafo Boga, kriza e kryebashkiakut të Tiranës zbulon një kushtetut jo për realitetin. Nëse në burg ende drejton, ligji është problemi. Liria e medias, kërcënimi dhe presioni ndaj gazetarëve dhe familjarëve të tyre nga zyrtarët po kthehet në normalitet shqetësues. Piktori Aleksandër Dragoti, ne dhe pse jemi lënë në heshtje, jemi krenar që nga gjiri ynë ka dalë një kryeministër me inteligjencë artistike. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf, do të vijoj mëtej me gazetën Panorama Sport. Titulli kryesor i saj: Berisha ëndër për 10 idhull kam Luka Modricin. Mesfueshori i kombëtares po shkëlqen Serina me Doni, me Ramadanin jemi si vëllezër, babi më futi në futboll. Mbrojtësi Bajrami pasi zgjodhi Zvicrën, ndihem shqiptar e veçantë ndaj Kosovës. Spitali Partizan Kornaja fajin e ka faza përgatitore. Situatën e dëmtimeve, trajneri i të kuqe e faturon 2 teknikëve të fundit. Numri 1 i demave justifikohet, por skuadra vazhdon të mos fitojë. Kallaku, lideri i ri, Paqrami ky sezon i titullit. Blut, Dinamo për Bisin, mbrojtja pa pësuar në 5 javë. Elbasani, Mustafaraj, Vlora tregoi karakter, tani rëndësi ka vazhdimësia. Vlorë, Laluci 3 sfidat në shtëpi, vendimtare për flamurtarin. Bardha Blut, Tirana në krizë, prapavia më e dobët pas 7 sezonesh. Korçarët, Skënderbeu 19, ëndra Europë mbyllet me 6 gola. Paradite punëtor fushe, pasdite portier e rrallë në skrapar. Champions League, City dërmon Dortmundin, Barça bën bllofin. Itali, Allegri Busqesh, Spalletti nis me Juve në vjetër. Angli, Arsenali, Artetas përsërit rekordin e 1903-shit. Reali Madridit kritikohet sulmi, Alonso u mundëm nga episodet. Interlagos, Max kundër McLarenit, Brazili nëna e betejave. Dhe me gazetën Panorama Sport, përfundojmë këtu me leximin e shtypit për ditën e sotme.